Atëherë mirëmbrëma, unë përshëndes në këtë tryezë podcastit të cilin e kemi konceptuar si Ju Flet Kombinati me zonjën Rudina Shehu, që është mësuese në gjimnazin Mysym Keta dhe me zonjën Lulieta Frashri, që është po ashtu mësuese në shkollën e mesme profesionale hoteleri turizëm në hyrje të zonës së kombinatit. Është një platformë, është një mënyrë, është një komunikimi i ri që ne mendojmë do të na shërbejë për të njohur më shumë personazhe dhe komunitete të kombinatit, i cili është një qytet brenda kryeqytetit, të paktën ashtu si e ndjej, në një format i cili do na ndihmojë mua për pozicionin dhe për rolin politik të drejtimit të fushatës në një ngjash, por ajo që është më e rëndësishme është që të mund të japë një mundësi të gjithëve, atyre që ne do të kemi mundësi të ftojmë në këtë tryezë, që ta thonë hapur siç e ndjejnë, nga shumë pozicione, profesione, nga shumë sfonde, nga shumë pikvështrime, këndvështrime, si doni ju, atë që ato ndjejnë për veten në kombinat, për punën që bëjnë në kombinat, për jetën në kombinat, për komunitetet e ndryshme të kombinatit që ato mund të përfaqësojnë ose ku mund të kenë një ndikim, dhe kështu të mund të kemi një panoramë, një ndjesi më të plot për gjitha ndonjëherë hallet, ndonjëherë pasionet që ne na bashkojnë për kombinatin, por edhe pse jo ëndrat që lidhen me të sotmen dhe të ardhmen e kësaj zone shumë të rëndësishme të kryeqytetit. Kështu që unë ju prezantova në fillim, ju jeni mësuese, jemi në rregull me kodin zgjedhor, jemi në rregull me të gjitha detyrimet sa i përket ligjit për këtë moment të fushatës elektorale dhe ju siguroj, dhe këtë do ta provojmë edhe së bashku po dhe me të tjerë, që është shumë e rëndësishme që ne të jemi në respekt të plot të asaj që vjen nga njerëzit në kombinat, të asaj që vjen nga elektorati i kombinatit në çfarë do lloj pikpamje dhe bindje që mund të jetë kjo që ne do të shprehim në këtë podcast. Pra do ishte shumë interesant vetë podcasti dhe për qytetarët dhe për ata që na dëgjojnë, në rast se ne do të ishim sa më plural në mendimet tona dhe sa më gjithëpërfshirës. Kështu që ju po doni fillojeni nga ju përpara. Kënaqësi që ndodhem këtu, por kënaqësia më e madhe është që përfaqësoj tamam qytetin tim të kombinatit, të atyre njerëzve të përkushtuar dhe të punës. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe falenderoj për ftesën. Vi me një status të dyfisht në këtë tavolinë, edhe si banore e hershme e kombinatit, lindur dhe rritur aty, por edhe si mësues profesional, me që unë jam në një shkollë të tillë për vitit 91. Me që ishim tek viti 91 dhe ndoshta nuk na del dot koha për të bërë gjithë retrospektivën tonë, por si e shikoni ju në rrugtimin tuaj, ajo që ka qenë jeta e një mësuesi përpara, nëse keni qenë në këtë zonë, edhe nëse jo në Tiranë, dhe ajo që është sot, për cili do të ishte dallimi ose ku mund të ishin pikat e përbashkëta dhe ku mund të ishin të mirat dhe Po, mendoj që është një pyetje goxha interesante, sepse unë do ta filloj tek fakti që e mbarova studimet në vitet 93, do me thënë i kaluam ato vite transicioni dhe pata fatin që t'jem mësuese aty ku isha nxënëse. Dhe mund të them që gjëja e përbashkët është emri mësues. Mësuesi si në vitet e transicionit, si dhe në këto vite që jemi tani, është përkushtim. Përveç se është përkushtim, është edhe kërxa përgjegjësi. Dhe duke qenë përgjegjësi, mendoj që në vitet e vështira të tranzicionit, në vitet 93-97, kemi patur jashtëzakonisht përgjegjësi më të madhe dhe vështirësi më të mëdha se ç'kemi sot. Më kujtohet që klasat ishin të stërmbushura, numri 56 ishte jashtëzakonshëm, saqë regjistri nuk i mbante dhe shtoheshin fletat. Dhe përkushtimi i kolegëve ishte i habitshëm. Ndërsa nësa do ta krahasoj me vitet e sotme, është goxha komoditet sepse numri i klasave është zvogëluar, infrastruktura është bërë fantastike. Mund të flasim për
të rejat që kemi futur, si që janë klasat smart, që janë një risi dhe një ndihmë shumë e madhe për mësuesët. Kështu që mendoj që krahasimi nuk mund të vihet në diskutim. Por kryefjala është që mësuesi si në atë kohë dhe në këtë kohë është misionar. Dhe si tillë, përpara këtij emri, edhe unë që jam mësuese për ulem. Të vazhduar në ato që tha kolegja, gjithë e dim që arsimi është mision, po dhe pasion. Nuk jam ndaj të njëjtën mendim me kolegen, për ndryshimet rrënjësore që kanë ndodhur qoftë në infrastrukturë, qoftë në gjendjen fizike të shkollave, qoftë në ndryshimin e kurikulave, në risi që kanë hyrë, në standardi nga 40 nxënës, kur shtonim vërtet fletët e regjistrit, klasat tona kanë shkuar me 25, me 22, do të thënë ka shumë komoditet. SMIP-i është një platformë fantastike që ne përfaqësuam me shumë vështirësi. Në momentet kur bënim mbledhje, nuk e donim, por tashmë është fantastike, sepse është një lehtësi e madhe. Ke lehtësuar mësuesin nga një punë e madhe që duhet të mblidhnim mungesat, duhet hidhnim temat, duhet kishim vëmendje shumë të madhe për regjistrat, ndërsa tani SMIP-i ka bërë të mundur që ti jesh prezent me ecurinë e nxënësit në kohë rekord, prindi futet dhe shikon online rezultatet e fëmijës, shikon në çdo veprim që nxënësi bën në shkollë, ka arritur shumë bashkëpunimin me mësuesin, me stafin drejtues të shkollës dhe padyshim që përveç se SMIP-it, që është fantastike, nuk mund të lejm pa përmendur edhe që tashmë profesioni ynë në krahasuar me vitet 93 është shumë i mirë paguar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, unë vi nga një familje ku mamaja ka qenë mësuese, edhe kemi qenë ato vite të shkollës time fillore, ajo ka qenë mësuese në një shkollë fillore, Urarin Rumbo në Gjirokastër, dhe shtëpia ashtu ishte palortoja, lagji ku ne jetonim ishte shumë afër shkollës, saqë ndonjëherë kur ajo kishte orë kur unë nuk kisha mësim, dhe kur ishte orë me klasa tjera, dëgjoja zërin e mamas që bërtiste në klasë deri në shtëpi. Për të thënë që në mënyrën e formimit tim ose për eksperiencën time të atyre viteve të asaj kohe, kuptohet kohë tjetër, mësuesja ishte një kala disipline, një fortesë në kuptimin e kërkesës, edhe ka pasur një kërkesë që më duket sikur në një aspekt saktuar pa dashur të konkurroj juve. Më duket sikur ka pasur një figurë shumë autoritare në raport me së bashku dhe shkollën dhe ambientin shkollor, por edhe ambientin familjar ose si themi shoqërinë në përgjithësi. A është sot ky respekt ndaj jush nga çdo një prej klasave apo po themi brezave apo po themi moshave që ju edukoni qoftë edhe në profesionale, natyrisht gjithmonë duke ju afruar shkollës mesme e më tutje bëhet më vështirë. Autoriteti vendoset pa qenë autoritar. Dhe personalisht mendoj që nuk më mungon as pak. Në përqasjen që një mësues ka me klasën, nëse ai kërkon që të vendosi autoritetin, nuk duhet jetë asnjëherë autoritar. Një mësues i mirë formuar nga ana shkencore, një mësues i hapur, një mësues që ulet me nxënësin e tij, që e dëgjon me vëmendje. Dhe unë mendoj që edhe kur nxënësi e ofendon mësuesin pa dashje, mësuesi nuk duhet të kundërpërgjigjet, por duhet të themi në anën tonë profesionale të numëroj deri në 10 dhe të kujdeset që ta përuli me sjelljen e tij dhe me përkushtimin. Personalisht jam mësuese e 9 klasave të 11-ta në Gjimnazin Muslim Keita. I përshëndes, janë fëmijë të mrekullueshëm. Nuk kam asnjëherë thyrje disipline në orën e mësimit dhe nuk e di nëse i dëgjoj dhe unë shpesh që sot mësuesit nuk kanë autoritet, por unë nuk mendoj që në rastet e veçanta duhet të përgjigjësohen. Nuk e di për shkollat e tjera, por shkolla e kombinatit është një shkollë goxha e disiplinuar. Dhe kur ne bëjmë maturën shtetërore dhe vinë mësues nga shkollat e qendrës, themi ne, nga shumë shkolla, habiten me qytetarinë e nxënësve tanë. Unë mendoj se ajo qytetari
është fal edhe prindërve të përkushtuar, të cilët me atë thjeshtësinë dhe modestinë e tyre arsimin e kanë në vend të parë. Unë jam shumë i lumtur që t'jetë kështu, sepse me thënë drejtën jemi të shkëputur. Sot nuk I kam fëmijët në shkollë këtu sepse djali I madh ka mbaruar shkollën prej vitesh dhe I dyti nuk studion në këtë moment këtu, por kam pasur vështirësi kur ne kemi qenë me punë në Greqi, një moment të jetës sonë dhe kemi ndruar dhe atje 2 shkolla dhe pastaj kur u kthyem në Shqipëri, pati një çoroditje nga si themi rëmuja, ka qenë vitet ndryshimi I gjuhës, ndryshimi I kurrikulave, 2007, 2008 që ka vuajtëm që të gjenim një shkollë me të vërtetë dhe nuk ishte lidhje me private apo publike. Ishte një moment I vështirë në klasat ku nuk përshtateshte dot e tjerë dhe ishte një situatë e vështirë. Nuk e di tashmë tek pjesa juaj, sidomos juve edhe më pranë një moshe më të rritur, po edhe një moshe me më shumë interesa. Shkollat profesionale janë edhe me interesa që lidhen me zanatet, që dhe ne I duam jashtëzakonisht shumë, sidomos këtu e thën kjo edhe nga pozicioni tjetër që unë kam për ministrinë që drejtoj, është në realitetin e sotëm pjesa më e rëndësishme që ne duhet punojmë është që ne të kemi fëmijë të cilët rriten jo vetëm me idenë për të bërë dikush artificialisht, po që të bëhet dikush në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë shumë toksore, të marrë zanat, të marrë një aftësi e cila ta çojë përpara në jetë, ta ndihmojë familjen dhe veten e tij të zhvillohet. Dhe njëkohësisht me aktet e sotme është shumë e lehtë që të ndryshosh programin tënd shkollor, nga profesionale mund të kalosh prapë tek e larta, e tjerë universitet, dhe pra mund të bësh gjithmonë zgjedhjet e tua I lirë. Po ama ne mund të kemi një qytetar I cili do të ishte me shumë zanate dhe me një profesion dhe do ishte shumë aktiv, produktiv për ekonominë, edhe ne duhet bëjmë shumë për të pjesë, kemi filluar shumë të investohemi në shkolla profesionale. Pra ju si e shikoni këtë botën e një moshe tashmë që vjen ndoshta me komplekse ndonjëherë, se thuhet që këta janë ata që ndoshta nuk do bëhen doktore, avokate, ku diu se çfarë, por më duket sikur këta janë ata më të sigurtit për nesër. Më të fituarit, në ç'kuptim më të fituarit. Kjo është e vërtetë. Të tërë ne tash jemi koshient për zhvillimin që ka marrë turizmi në Shqipëri dhe për fatin tonë të mirë, shkolla jonë e mbulon direkt profesion dhe është një nga shkollat më të mira në vend, me një eksperiencë duke filluar që nga vitet 2000 që ishte kultur kontakti austriak që nisi kurikulën e re të shkollës hotelëri turizëm dhe së fundmi me bashkëpunimin që kemi me shkollën e Lozanës së Zvicrës, e cila ju e dini shumë që është më e mira dhe shkolla jonë pati fatin që të ketë këtë bashkëpunim. Fillimisht janë 3 klasa që kanë filluar vitin e parë si vjet, por ndërkohë janë dhe 2 degët klasike hotelëri turizmi dhe teknologji ushqimore. Janë të dyja degët që në tregun e punës janë shumë të kërkuara, sepse edhe teknologjia ushqimore ka të bëjë me përpunimin e produkteve verës, qumshit, gjalpit, buka, që janë të ndërlidhura dhe këto me zhvillimin e turizmit, ose me agrobiznesin e thënë ndryshe. Ka interes. Në fakt, në këto shumë vitet e fundit, ka pasur goxha interes. Ata janë që vinë edhe nga qytetet tjera, ka dhe që mund të jenë konvikt, ka që nuk janë nga zona, mund të jenë nga gjithë kryeqyteti. Po, janë nga periferitë e Tiranës, ka brenda nga zona urbane e Tiranës, vinë nga periferitë e Tiranës, vinë edhe nga Vora, nga... Pra nga kudo. Nga kudo. Shumë e zgjeruar si hartë Po, demokrati. mësuesit janë kryesisht nga zona? Apo dhe ata vinë nga shumë lagje të Tiranës? Nga shumë lagje të Tiranës, jo nga zona. Në përgjithësi s'ka funksionuar kështu që mësuesi e ka vjen nga gjithë. Jo, se dua gjithsesi ta lidhi me kombinatin, pra me zonën edhe ndërkohë që tek fëmijët e vegjël ndoshta kemi më shumë familje që banojnë këtu. Edhe do doja mes jush të dija si është pulsi, si është për shkollat profesionale mund të them dhe unë diçka. Ndjeshmëria është shumë më e mirë nga fëmijët, sepse për prindrit e tyre. Prindrit janë të ndjesia juaj që vjen përmes fëmijëve nga prindit e tyre. Si janë prindit e tyre? Si jetojnë familjet e tyre? Mendoj që tani janë më të ndërgjegjësuar që arsimi profesional është shumë i mirë sepse i nxjerr shumë shpejt në treg. Është i mirë paguar, është një punë e sigurt,
Dhe mund të them që fëmia e gjen veten në këtë lloj shkolle kur nuk e shikon universitet. Dhe nëse dikur të thoje në shkollë profesionale, të paktën në shkollat tona, thosh nxënësi është i dobët, nuk mëson, tani ka patur edhe lëvizje nga gjimnazi drejt shkollave profesionale, me qëllim që prindi vetë është ndërgjegjësuar që kjo gjë është shumë pozitive. Dhe nga ana jon asnjëherë nuk është bërë që pengesë që përse do të largohesh nga gjimnazi, por përkundrazi, dhe në orët edukative që kemi, është folur goxha dhe për arsimin profesional, sepse nuk është e tepër të thuhet që vendi nuk ka nevojë vetëm për jurist apo për ekonomist, por ka shumë nevojë për njerëz të kualifikuar. Dhe sidomos në kombinat, mendoj që këto forcime shkollash, sepse ne kemi vetëm një gjimnazi vetëm në kombinat, dhe unë do doja që në një të ardhme të ishte edhe një shkollë profesionale në lagjen tonë. Shkollën tonë, madje të ishte në lagjen tonë. Shkollën tonë e ka lagja jonë, po pa marrë fare urbanin. Jo, patjetër, kërkesa është shumë e lartë, vëmendja është e lartë, kërkesa është e lartë, dhe kjo gjë është një gjë që me siguri do vi. Ne gjithë jemi bi nga prindër që kanë punuar në kombinatin tekstil. Unë personalisht babain e kam patur hidraulik nga më të mirët dhe jam vajzë hidrauliku. Më ra shansi studioja për fizik, por mund të them që jam krenare, që jam fëmijë punëtare. Dhe profesionet të japin shumë më tepër drejtim se sa universitetet në disa raste. Tani, juve për fizik, kurse juve për edukim fizik. Si shkojmë me pjesën po themi të edukimit fizik, të edukatës mbi jetën aktive, mbi cilësinë e mënyrës se si ushqehemi. Pra, kam përshtypje se jemi në një situatë jo të mirë me celularët, me një vëmendje të shpërqendruar shpesh nga informacioni i tepruar, etj, dhe jeta sedentare, jeta e ulur. Domethënë, si është kjo puna, se tani mua më vjen ndonjëherë, bëj shaka ndonjëherë me stafin tim kur më thon, shoh një çun të ri dhe më thot, tash kam palestër për, i them, po si ka mundësi që në këtë moshë, pra me metabolizmin tënd, si mund të jesh ti për palestër? Duhet të jesh, ti mund të bësh çdo gjë, domethënë në këtë moshë dhe ti s'mund të jesh dot kështu fit vetëm se shkon palestër. Po ndërkohë po flitet për fëmijët cilët janë edhe po themi edhe fëmijë, po të rinj cilët janë në moshë të re duhet të merren me aktivitet sportive, që të kenë trupin në formë. Mendo se ç'bëhet në të tjerët. Si shkon kjo pjesë? Atëre, gjithë ideja e objektivi i edukimit fizik në shkollat e mesme, në këtë vështrimin tim, po edhe të gjithë ne mësuesve të edukimit fizik, nuk është që ne të nxjerrim sportistë të mirëfillt. Ideja është që t'i edukojmë të fëmijë nëpërmjet orës fizikulturës, t'ia bësh sa më atraktive, lojra, që ata të merren me aktivitet sportiv, se jo gjithë do merren me sport. Se është shumë mirë dhe për mendjen, nuk është vetëm për trupin. Për emocionet, për shoqërizimin, për zemrën, për trurin, për gjitha. Domethënë, është shumë plan. Jemi në këtë pjesë, jemi duke rritur këtë kurikull në thonjza edhe në këtë pjesë. U bën një revolucion, vërtet revolucion në pjesën e shkollave të edukimit fizik. Gjimnazit, që nga 1 ose 2 orë u bën 3 orë. Shumë mirë. Që sigurisht u shoqëruan në disa vende edhe me zgjerimin e terreneve sportive, sepse duke shtohet numri i klasave, por që ka interes. Unë shikoj te shkolla ime që edhe jo kur kanë fizikulturë, por edhe kur kanë një orë pushimi që mungon një mësuese se ndodh, vinë direkt në palestër, zysh në jep një top edhe dalin dhe luajnë te kalçeto, edhe palestra ne kemi të re, të rikonstruktuar, në mjediset i kemi shumë të mira, kanë interes. Duke qenë se ato janë dhe të shkollës hotelerisë, që bëjnë kuzhinë, bëjnë aktivitete. Bëjnë këtë llogaritjen e kalorive, edhe ndërlidhin me pjesën e mirë ushqyerit me veprimtarinë me fizike. Thash njëherë, unë ja theksoj gjithmonë nxënësve, nuk është e rëndësishme thjesht të shkojnë në palestër ose të shkojnë të regjistrojnë në një ekip sportiv. Shumë e mirë, po jo të tërë e kanë mundësinë, jo të tërë e kanë dëshirën. E rëndësishme është që qoftë edhe një ecje, qoftë edhe një vrapim i lehtë, qoftë edhe një aktivitet i lehtë fizik, thjesht rrit cilësinë e jetës. Domethënë të largoheni, të çoni, të ngriheni dhe të dilni qoftë edhe një ecje në ajër pastër, duke filluar te minimumi se
Tani Është e vërtet që nxënësit e kanë me shumë dëshirë orën e edukimit fizik, edhe në shkollën tonë pas rikonstruksionit u bën ambiente moderne. Shpesh herë me nxënësit që nuk e kanë shumë qejf mësimin, kanë shumë dëshirë që të shkojnë në thojza në orën e voleybollit të biznesit. Por nuk e kanë vëmendjen të dalin jashtë, dëshira e tyre është marrin topin vetlozit. Po pra, është edhe që ka pozitivitetin e vet. Edhe ato që i kemi parë si cheerleader e këto pra, ajo sjell edhe një grup tifozësh të shëndetshëm, të cilët mund të jenë, po themi vajza apo çuna, të cilët ndjekin një sport, pra krijon një lloj, siç e thatë, socializimi dhe një lloj angazhimi, po themi. Sidomos to grup to Ndërsa lorat për pjesën e celularëve, unë mendoj që përqasja është gjithmonë e duhura, sepse në shkollën tonë është vendosur një rregull dhe nga drejtoria, por ne e bëjmë që në mëngjes ne i mbledhim celularët e të gjithë nxënësve. Në shtëpi nuk e realizojmë dot, por të paktën në orën e mësimit fëmijët janë pa celulare. Shumë pozitive kjo dhe nuk e di ku do çoj si themi masa e bllokimit të ndonjë prej platformave. Tu njoftua edhe një bllokim se takon platformës TikTok i përkohshëm, por deri në një përmirësim të masave mbrojtëse, besoj. Por gjithsesi kjo që thoni ju shumë e rëndësishme, pra do ishte shumë efektive në rast se ne do të kishim një bëhet realisht fizik, sepse mund të ketë platforma të tjera që janë ndërgjësuar nxënësit, nëse në fillim mezi e dorëzonin, tani është caktuar personi që i mban, kemi dollapët dhe i mbyllim ato. Kështu që këtë e kemi zgjidhur. Nuk do nënshtrohemi ndaj këtyre gjërave që dëmtojnë nxënësit. Jo gjithmonë rregullat bëhen me dëshirë. Prandaj është rregulla që ti do ta zbatosh me dëshirë, pa dëshirë. A thamë që mësuesia është mision. Në momentin që mos presim atë që ne mund ta bëjmë dhe si prindër. Shkuam pak si duket prej profesioneve tuaja, po dolim shumë në profesion dhe e lam pa kombinatin më njëan. Kështu që do duhet të kthehemi në kombinat. Pra, përveç faktit që kemi tani dhe festën e 7 marsit e pastaj edhe 8 marsit si nëna, por si mësuese në radhë parë. Do doja e nisa pak tek pyetja, por ndoshta nuk u kuptua mirë. Pra, si e ndjeni ju kombinatin zonën, aq sa mund të jetë tek ju, sepse studentët thatë janë nga disa zona, nuk janë vetëm nga kombinati. Më intereson të di pulsin e kombinatit. Domethënë si e ndjeni ju, çfarë ju transmetojnë, si transmetohet lagja e tyre, mungesat e tyre, kërkesat e tyre, dëshirat e tyre, nuk e di. Ndoshta ishte pyetja që mua më dhëmb. Do me thonë më preke aty ku... Si vjen kjo të ju dhe si e ndjeni ju këtë si mësuese kombinati? Situata është e tillë që unë mendoj që pas Covidit, që fëmijët patën dhe një kohë goxha relativisht të gjatë të qëndronin në shtëpi, shumë fëmijë edhe punuan. Dhe duke rënë në kontakt, qoftë edhe me ato rrogë minimale që merrnin, sikur ju largua dëshira për të ardhur në shkollë. Ose më saktë krijuan një ide që ta kalojmë shpejt shkollën, sepse që nga mirë. Për të thënë të vërtetën, edhe disa familje gjendja ekonomike nuk është aty ku ne do dëshironim, dhe kjo kuptohet fare mirë kur ti shikon një fëmijë që është i lodhur, është i pavëmendshëm dhe kur ti e pyet me një anë, të thotë që ka ardhur në shtëpi në orën 1 nga puna. Dhe nëse unë do kisha mundësi, do doja që këta nxënës të ndihmoheshin. Pra, po themi, ka dhe familje, të cilat për shkak të vështirësive që mund të kenë, do duhet të punojnë më shumë veta dhe do duhet njëri të angazhojnë dhe fëmijët e tyre pranë bizneseve, lokaleve, aktiviteteve që mund të kenë dhe familjet. Dhe gjithashtu edhe nga jeta, po themi, nga kuptimi i kushteve të tyre të lagjes. Domethënë, çfarë vjen tek ju? Çfarë dëshire kanë ata për kombinatin? Si e shohin ata qëndrimin? Si ishin me pallatet e paprishura perspektivën e tyre? Çfarë i mundon ata më shumë nga lagja ose çfarë i pengon ata për perspektivën që ata mendojnë se duan të kenë? Që në aparencë, që kur shikon lagjen, kur flasim për shembull, diskutonin që pse lagja jonë nuk është si lagjet e tjera. Përse pallatet rrinë, edhe ka kaq vite që ka ndodhur tërmeti, pse nuk shëmben. Ose nëse unë do bëhem inxhinier, do ta bëj kombinatin zonën më të bukur, sepse ne kemi një vend të sheshtë, ne kemi rrugë të gjëra, ne kemi hapësira pafund. Dhe të mendosh që nga shkolla e kombinatit, sinqerisht kanë dalë njerëz të shkëlqyer. Absolutisht që
pjesa intelektuale duhet të ketë një rol shumë të rëndësishëm në këtë përpjekje që ne duhet bëjmë gjithë. Kjo është një gjë që duhet ndodhi në mënyrë natyrshme, kjo nuk duhet ndodhi vetëm gjatë një fushate apo gjatë një njohje që ne mund të kemi rastësisht për shkak të një angazhimi politik timin atë dikujt tjetër. Pra më emocionon dhe mua që ju jeni kaq të ndjeshme dhe jeni shumë edhe të prekura për realitetin që duhet të jetë më i mirë, edhe ne për këtë duhet të investohemi. Ata natyrisht nuk i dinë gjitha problemet, nuk i dinë gjykatat, nuk i dinë proceset gjyqësore, nuk i dinë që një godin, unë jam njohur shumë me të gjitha këto, edhe kam parë arsyet konkrete të gjithë vonesave, të gjithë problematikave, ku ka dhe përgjegjësi individuale, ka dhe përgjegjësi administrative, po ka dhe shumë arsye që lidhen me një lloj procedure e cila nganjëherë nuk varet dot nga asnjë lloj vullneti, as politik, as po themi në rastin e bashkisë, as i bashkisë. Megjithatë, ata nuk e kanë, si më thënë, fare për hise që të vuajnë qoftë në aspektin e peizazhit urban, qoftë në aspektin e realitetit ku ata jetojnë, që ty vonohet një, si më thënë, një realitet i cili duhet ishte më i mirë për ata në këtë zonë. Realisht në kombinat ka dhe shumë familje që janë të ardhur dhe jetojnë me qera. Dhe padyshim fëmin ti nuk e përjashton dot nga bisedat bazike që ai gjon te prindrit. Dhe në momentin që ai ngarkohet me këtë energji, është shumë e vështirë ti flasësh për shkencën. Patjetër. Thjesht po tregojmë pak më ndërprerës unë se duke menduar që do kemi edhe një kohë për emisionin ton, që është të themi sot është pjesa e parë, edhe prandaj edhe ne jemi një çik të emocionuar dhe vetë sepse jemi të parët që e hapën podcastin, është dhe festa mësuesit. Ndoshta ata më mbrapa do ta bëjnë më mirë. Sot ndjeshmëria jonë është e lartë, është dhe festa e mësuesit. Edhe do dalim edhe te kjo me mbylljen që do bëjmë, por prap dua të di më shumë mbi themi, nëse mund të kishim skica, vizatime në fantazinë e tyre, ata janë të rinj, me siguri që kanë plot fantazi për përmendet zonën e shesht, pra që mund të ketë më shumë zona pedonale. Kanë shumë dëshirë për një bibliotekë shumë të madhe në kombinat, që të funksionojë si dikur funksiononte biblioteka kombëtare. Pra qendra sociale, biblioteka, librari, një qendër kulturore, një teatr, një kinema, zona të si më thënë të interesi kulturor artistik, ku mund të kemi atelier, ku mund të kemi zona, po themi edhe rrethe artistike, ose që edhe unë kështu e imagjinoj edhe dua të mendoj njësoj, pra edhe unë po t'isha në pozicionin e tyre këtë do doja një zonë më pedonale, më të pastër, më të qetë, më të sigurt nga pikpamja e trafikut makinave, një zonë e cila do ishte më edhe pas edhe nga ndotja. Natyrisht që ne e shohim që kombinati ka dhe problemin që ne duhet të, po ky hall nuk është për këtë emision sot. Do doja nga ju të kuptoja vërtet se si do komunikonim edhe më mirë ne me ta për ta bërë edhe me familjet e tyre, për ta bërë këtë gjë që të jetë një gjë që të jetë organike. Ne duam që të jemi së bashku në një, si themi, në një plan që të jetë në të vërtetë i besueshëm, edhe të jetë në të vërtetë gjithëpërfshirës, të jetë në të vërtetë që lidhet me njerëzit, dhe kjo nuk mund të jetë dot një operacion artificial i cili vjen nga qoftë edhe nga institucionet. Kjo nuk mund të vetëm nga institucionet. Kjo duhet të jetë një gjë që duhet të jetë shumë e qëndrueshme dhe më e suksesshme nëse bëhet me njerëzit, pra me të gjitha ato, sidomos subjektet që kanë aktivitetet, mënyra se si duhet planifikohet pjesa e qendrës, pjesa e pazarit, pjesa e zonës Sheshit Garibaldi, aty mund të ishte një qendër kryevepër me dyqane, trege këto, po edhe nga këto që ne tham, edhe nga pikpamja e estetike, e bukurisë godinave, edhe gjithë peizazhi i cili është në përmasën njerëzore, ku njerëzit ecin dhe në një lartësi, si më thënë, njerëzore, shikon rreth e vetëm gjelbrim, fasada të kuruara. E shfaqin shumë të entuziazmuar veten familjet që kanë marrë pallatet e reja. Dhe do doja shumë, domethënë që të ndodhe ky proces sa më shpejt. Nga procesi i rindërtimit të këtij vjen, që kanë marrë shtëpi dhe flasin në klasë, lagja është bërë shumë e bukur, janë ndërtuar edhe trotuaret, domethënë, po të largohet ajo mendësi që këta fëmijë do kalojnë nëpër këto trotuare që
sinqerisht, ndoshta janë dhe të kohës që ne kemi qenë dikur, sepse është koincidencë që ne jemi në një lagje bashk, jemi lindur dhe rritur tek lagja jonë dhe kemi simbolin kafen mapo në kombinat. Kështu që janë në shumë të në rastes janë po ato pemë dhe do doja shumë që ta shikoja lagjen të rindërtuar. Të rindërtuar me gjithë shpirt për ta. Ju do keni një rol shumë të rëndësishëm në gjithë të them metamorfozë pozitive që me siguri kombinati do njoh. Ne I dim tani arsyet, ne I dim mundësitë, ne I dim edhe hallet, problemet që ata edhe kanë. mjetet se si duhet të arrim një kombinat shumë të mirë. Tani ju për shkollën, se ju thatë edhe ushqimet, edhe ëmbëlsirat, festohet më tradicionalisht se dikur që lule, dhurata për mësuesit, apo është më shumë që ju bashkë me shoqet tuaja dini dhe rini. Do me thënë, se ne nuk është ditë pushimi, kështu që shkohet në shkollë, zakonisht mësuesit me klasat e tyre kujdestare mblidhen. E premte 7 mars, askush pra. ta beson që është ditë pune. Kjo është problemi kryesor për drejtoritë e shkollave, se realisht është ditë pune. Dhe për të qenë dhe në rregull me ligjin, ne kemi ditë pune. Do shkosh në punë, normal, sigurisht sepse gjithë mësuesit kanë klasat kujdestare një. Dhe është e lishme që nxënësit e klasës kujdestare gjithë bashkë të mblidhen me mësuesen, të urojnë, të shkëmbejnë ato urimet dhe unë do doja të ndaj edhe një përvojë, duke qenë që po flasim për kombinatin, do doja të tregoja se sa zemër të madhe kanë kombinatësit dhe fëmijët e kombinatit. Një vend të veçantë zën edhe fëmijët me aftësi ndryshe në shkollë. Ata janë shumë të kujdesshëm me ta, por së fundmi fal edhe mësuesve të talentuar të lëndëve të historisë, kanë menduar diçka, po bëjmë një si tip panajiri për të bërë gjëra zeje, për të bërë prodhime me dorë, prodhime me ruaza, duke marrë nga përvoja I gjyshërve, po I sjellin në shkollë, po I ekspozojmë dhe kanë mendimin që këto gjëra të bëjmë një si panajir të vogël, aty tek ai sheshi Garibaldi që ka aq shumë nevojë për të bërë I bukur, të vendosim të bëjmë një panajir të vogël dhe nga shitja e këtyre produkteve, këto lekë të shkojnë fëmijëve me autizëm. Është një përvojë që më pëlqen sepse dhe kur përqasesh me ta I themi po e lëm një ditë këtë sanduiçin pa marr, po bëj diçka për t'i ndihmuar këta fëmijë. Dhe kam vënë re që aty ku hallet janë më të mëdha, ndihmat e nxënësve janë shumë kuptimplota. Është gjë shumë e bukur. Aty ku ka halle vërtet kultivimi ka dhe shumë zemërgjërsi dhe shumë gatishmëri nga ana tjetre, shumë empati. E njohin hallin edhe do ishte bukur që solidariteti të kultivohej në fakt në ata vetë, sepse ata e dinë domethënë ti ndihmosh. Kështu që ata ndoshta e ndjejnë. Nxënësit janë krau I djathtë I mësuesve ndihmës, sepse edhe kjo është një risi shumë e madhe. Po. Është një mësuesit ndihmës dhe sa gjë pozitive është që ta fëmijë u futën tek fëmijët e tjerë sa mirë ndihet ai prind, që qoftë edhe për 3 ore ka sjell fëmijën e tij në shkollë. Ne I bëm shumë pyetje sot për mësuesit në përgjithësi dhe kombinatin, natyrisht as unë dhe as vetëm ju dy zonja nderuara nuk e përfaqësojnë dot vetëm të themi gjithë kombinatin si që ta përshkruajmë më tepër në kaq pak minuta, por e kuptojmë tashmë qëllimin, pra qëllimi është që ta nderojmë këtë zonë, ta nxjerrim në pa, të mund ta provokojmë pozitivisht vetveten, ne, edhe të tjerët, ndoshta do marrë guximin ose do doj të flas më shumë pasi të na dëgjoj, edhe juve, po themi, edhe ne jemi të hapur këtu. Kemi shumë kohë në dispozicion për ta bërë këtë bisedë edhe më shpesh. Më thoni dhe për ta mbyllur se çfarë mund të ketë një gjë tjetër që juve u dhëmb mbi zonën, mbi veten tuaj, ndoshta dhe ju jeni pjesë e zonës, kuptimin e jetesës direkte në këtë zonë, mbi diçka që lidhet me nevojën që mund të ketë komuniteti I gjëri kombinatit në raport me arsimin ose në raport me institucionet e arsimimit ose diçka që lidhet me një nuk diskutohet që problemet e shkollave I zgjidh tjetër kush, keni një ministri, merret me to e tjerë, po si qytetare më shumë. Duke menduar që kombinati ka vetëm një gjimnaz, që do ta quaja, jo vetëm se ka gjimnazi që kam qenë vetë, do doja me gjithë shpirt që ashtu siç u bëri konstruksioni I njërës pjesë,
të bëj edhe rekonstruksioni i pjesës tjetër. Dhe përveç risive që kishim laboratoret virtuale apo laboratoret smart, të doja dhe laboratore fizike fiktive, laboratore do me thënë që t'jenë realisht me mjetet që ne kemi nevojë, që t'jenë praktike, që i kemi patur dhe ne në atë gjimnaz, apo dhe lëndët e tjera si kimia, që ai fëmia ta preki lëndën, ta preki një qark elektrik, një gjë. Dhe kjo është e domosdoshme. Ndërsa për sa i përket dëshirës si vajzë kombinati dhe si qytetar, do doja që t'ishin një lagje të rindërtuar. Me rrugë. E ke shprehur sot edhe me pak lot në sy, edhe se duke që e prekur për atë që ndjen, edhe duke si gati ndihesh përgjegjëse për një gjë që ndoshta nuk ke përgjegjëse direkte. Të pa bërë. Por nëse ju i bëni fëmijët janë si të rinjt dhe ata që ju edukoni të jenë sikur sado pak sa ju, do ishin qytetarë shumë të mirë, me siguri edhe do ndihmonin shumë që vendi të ishte më i mirë. Edhe juve për sa i përket shkollës profesionale, si e shikoni dhe si e mendoni natyrisht aty, edhe ju keni kushte më të mira, sot keni laboratore të mira, është investuar shumë në këtë drejtim. Shumë, e vërtet është. Dhe si e mendoni? Është një do shta dhe trupën mësimore. Zhvillua një praktikë shumë mirë këto vitet e fundit, ku çdo vit grupe mësuesish me një grafik të caktuar shpërndajmë në gjithë shkollat e Tiranës, jo vetëm në zonën urbane, por edhe rurale, të cilat promovojnë shkollën. Çdo maj, te klasat e 9-ta të gjithë shkollave 9-vjeçare të Tiranës komplet. Ndërkohë që e njëjta praktikë shkollat 9-vjeçare vinë dhe vizitojnë. Bile sot ishte shkolla e Minduraku, vinë nga gjithë shkollat e Tiranës që vizitojnë dhe shohin e prekin konkretisht mjediset e shkollës, laboratoret, kuzhinat, restorantet e tjerë. E bëjnë të prekshme, sepse ata janë fëmijë në një moshë që nuk arrin dot të marrin vendim edhe vetë për hir të vërtetës. Dhe gjithmonë ne kemi insistuar që të takojmë edhe me prindrit, domethënë në takimet me prindër që ka pasur nëpër shkollat, nëpër 9-vjeçare ose gjimnaz, kemi shkuar dhe kemi promovuar shkollën tonë, se kush është, sepse fundit është prindi ai që duhet bindet ta sjellë fëmijën për një të ardhmë më të mirë. Se nuk besoj që ai është aq i vetëm po t'ia përcjellin shokut njëri tjetrin që ndodh, sepse duke u futur te shkolla jonë një hapësirë të madhe jep praktika profesionale që zhvillojnë në biznes. Përveç praktikave profesionale që bëjnë në shkollë, sistemi dual, sistemi dual. Dhe duke u punuar në biznes një ditë të javës ose 2 ditë të javës, ata sigurisht se zanati mësohet duke punuar. Thon vidhet zanati, kanë krijuar një raport shumë të mirë me bizneset, të cilët ata vazhdojnë dhe i punësojnë në vazhdimsi dhe është shumë pozitive. Dhe bëhet fjalë për bizneset dhe hotele shumë të mira të Tiranës, jo për një lokale, sigurisht. Kështu që kjo është shumë pozitive dhe në vitin e fundit, le të themi, pothuajse gjithë nxënësit tanë janë nxënës të punësuar. Sa vjen fundi shkollës të tërë shkojnë në jug, që punojnë. Rinë 3-4 muaj aty derisa fillon shkolla, që bizneset i heqin rrogën, ngrënien, fjetjen, domethënë, këtë duke ja përcjell njëri tjetrit, kanë tërhequr, si thua, edhe shokut dhe bashkëmesatarët e tyre, dhe ka një impakt pozitiv. Jemi dega më e mirë në treg. Jemi e ardhmja e Shqipërisë, të paktën për disa shumë vite, kështu që është gjunat mos e shfrytëzojmë. Unë ju kam juve dëshmitare që biseda jonë nuk ishte e programuar, nuk ishte e udhëzuar, nuk ishte e kushtëzuar, për asnjë lloj arsye, që ne jemi këtu të lidh flasim atë që mendojmë. Natyrisht na lidhin interesa dhe, si më thën, shpesh bindje që ndoshta ngjajnë me njëra tjetrën, edhe nuk jemi qytetarë të këtij vendi që kemi një vizion edhe që kemi një si më thën shikim që ndoshta ngjan në shumë aspekte, por duhet t'ju them edhe atyre që na dëgjojnë përmes jush që ne do mundohemi të kemi bisedë të tillë
cilësore edhe me të tjerë nga profesione të ndryshme, nga mosha të ndryshme, interesa të ndryshme, që lidhet me kombinatin dhe që gradualisht, pra jo në një bisedë vetëm, por në shumë bisede do mundohemi të nxjerrim një emocion të vërtet, një sentiment të vërtet të zonës, edhe një pse jo dhe një frymëzim që mund vi në aspektin e zonës për të gjithë ata që duhet të jenë përgjegjës, si më thënë, të besuar nga zona, cilët do të jenë të lidhur me funksione që mund të lidhen që nga funksione administrative të zonës, njësia administrative, deri tek funksione që mund të lidhen me Këshillin Bashkiak, me funksione që lidhen me institucione të ndryshme që lidhen me zonën, me institucione shtetërore, por edhe me ato organizata dhe shumë aktorë të tjerë që shoqëria ka, që e bëjnë shoqërinë që të jetë me të vërtet e qëndrueshme. Kështu që ne do mundohemi ta zgjerojmë këtë dialog. Unë ju falenderoj. Bisedat janë të shkurtra, nuk besoj se ju impenjuam shumë. Dhe doja që ta t'jeni të sigurta që ajo që ju po thoni sot nuk është se postohet një herë diku dhe shkon dëm. Pra për mua ka shumë rëndësi ajo që komunikojmë dhe ajo që ne marrim nga njëri tjetri, sepse do duhet pastaj që këto t'i përkthejmë në detyra konkrete në terren, në zonë, në kombinatin që sot ju foli përmes 2 mësuesve dhe që do vijoj t'ju flasi me shumë zemër të hapur. Faleminderit. Përfitojmë nga rasti që është edhe 7 marsi dhe besoj na lejohet që ne t'i urojmë kolegët tanë përzemërsisht gëzuar 7 marsin, një përulje e madhe për ju zotëri dhe zonja të nderuara që jeni armata ndoshta më e bekuar e këtij vendi. Gëzuar 7 marsin dhe gjithë të mirat. E njëjti urim edhe nga ana ime, për gjithë kolegët kudo që ndodhen. Gëzuar dhe shumë faleminderit. Paçi gëzime në familjet e tyre, se e meritojnë mësuesit që t'jenë. Unë nuk e tregova të gjithën me historinë e mamas, sepse dhe motra e vogël, dhe motra e madhe kanë qenë mësuese. Vini nga familje mësuesësh. Motra e madhe është në pension tani që flasim, nuk ka qenë mësuese në gjithë jetën e vet në punë, po ka qenë mësuese në kohë shumë të vështira, edhe motra e vogël ka qenë mësuese në kohë të vështira dhe ajo, edhe një familje, si më thënë, e ndarë mes një doktori, baba im dhe 3 mësuesve për pjesën femërore të familjes, se unë djali vetëm pra me 2 motra, kështu që i uroj atyre përmes formati për ti podcasti gëzuar 7 marsin dhe mamas time që nuk e kam më, i uroj dhe asaj 7 marsin edhe përmes jush, i uroj gjithve në kombinat dhe kudo 7 marsin. Ju faleminderit dhe për ftesën. Shumë faleminderit unë juve. Faleminderit.